Kyçet ilegale në rrjetin e ujësiellësit të Tetovës do të ndëshkohen edhe atë me dënime të larta. Kjo është bërë e ditur nga Ndërmarrja Publike për Ujë dhe Kanalizim Shari në Tetovë. Dënimet fillojnë nga 500 dhe sillen deri në 5.000 euro. Duke filluar nga dita e hënë më 1 dhjetor, do të hynë në fuqi masat e reja ndëshkuese ndaj keqpërdoruesve të ujit dhe kyçeve ilegale në rrjetin e ujësiellësit. Çdo lidhje e paligjshme dhe çdo formë keqpërdorimi e ujit do të sankcionohet sipas ligjit. Dënimet për anvisëri janë 500 euro, ndërsa për personat fizik 2.000 euro. Për biznese, persona juridik si dhe ndërtues të ndërtesave banesore që kryejnë kyçje ilegale, dënimet janë deri në 5.000 euro, thon nga Ndërmarrja Publike për Ujë dhe Kanalizim Shari në Tetovë. Krahas kësaj, nga Ndërmarrja Publike për Ujë dhe Kanalizim Shari bëjnë të ditur se qytetarët kanë ndërhyrë edhe në ormacit e ujit dhe prandaj edhe për këto shkelje do të ketë dënime. Pasi kemi hasur në shumë raste të keqpërdorimit ku qytetarët kanë ndërhyrë edhe kanë prekur ormacit e ujit, ju njoftojmë se çdo manipulim i tillë do të trajtohet si shkelje serioze dhe për të gjithë shkelësit që do të konstatohen nga ekipet e NPK Shari do të bëhet shkyçja nga rrjeti i ujësiellësit pa paralajmërim, sqarojnë nga Ndërmarrja Publike për Ujë dhe Kanalizim Shari. Para fillimit të shqiptimit të dënimeve, nga kjo ndërmarrje ftojnë qytetarët që vullnetarisht të paraqesin kyçet ilegale para se të fillohet me inspektimet në terren. Uji është pasuri publike dhe e përbashkët. Keqpërdorimi dëmton të gjithë qytetarët dhe pengon furnizimin e rregullt me ujë. Ndërmarrja jon do të ndërmarr kontrolle të rregullta në terren dhe do të reagojë pa përjashtim ndaj çdo shkeljeje. Ftojmë të gjithë ata që kanë lidhje të pa autorizuara të rregullojnë ato vullnetarisht para fillimit të inspektimeve zyrtare, bëjnë të ditur nga Ndërmarrja Shari. Ndryshe në Tetovë, dukuria e kyçes ilegale në rrjetin e ujësiellësit gjithmonë ka qenë prezente dhe kjo ka shkaktuar probleme të mëdha për autoritetet që menaxhojnë me ujin e pishëm në Tetovë.